Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, 1 maj sjell në vëmendje historinë frymëzuese të një gruaje të thjeshtë, por me shpirt të madh, Floresha Ilo, pasuese e rrugësh në qytetin e Korçës prej 40 vitesh. Floresha ngret çdo mëngjes herët dhe del për të pastruar rrugët e Korçës, ashtu siç ka bërë pa ndërprerje prej vitit 1985. Me trup shtatë shkurtër, por me vendosmërinë e një malsoreje, ajo është shembull i gjallë i përkushtimit dhe dashurisë për punën. Unë kam 185 dhe më sot 20 vit. 20 vit punë. Bashkëputje e pare. E në asë një vend të kam gjezdisu, s'kam vajtur asë njerë. Më dësot djali ajtë mami në Francë. I këtem të lutën të më lera të Miriam, thash, nuk kem durim të vinë në Francë. Më sot sa e djali, pa e me mami qatë bëshë në Shqipëri. Jo, se Miriam këtu. Unë s'kam asojtëm këtu e. Unë 20 vit kam bajtu kudheri. 20 vit kudheri kam bajtu vetë, me shprime që më bledu. Me artu krekën, me gjërat ju në radhenit që i pashkojnë. Me unazat, me... Nuk kam shqe vetëm një tërkoqë. Da shë e bështira, është të bëjmë. është shumë e bështirë, po. Dhe ta bëjmë se bështirë, sa shumë, po s'punove si e pjeri. Dhe s'punosh. Ase një nuk i bebish punës. Puna është ndërë dhe punosh. Po s'punove... është dembelizëm ajo. Puna është ndërë, me të punoj. Kujtë që të verë? Ajo dembelizëm, si përqenë s'punon, do nga kratë e prindrëve, dikush bën punë qitërë, punë e tyre janë. Kurse ne kemë punë tona. Punë është ndërë, sot. Po s'punove jenë barosh, dojgje. Në një kohë kur shumë shqiptarë zgjedhin të largohen për një jetë më të mirë jashtë vendit, Floresha Ilo zgjedh të qëndrojë dhe të punojë në rrugët e qytetit të saj, si simboli i qëndresës për ulësisë dhe krenarisë që vjen nga puna e ndershme.